ndërkombëtar. Në këtë kuadër janë nënshkruar memorandume të reja të mirëkuptimit, përkatësisht me sajnë e Azerbajxhanit dhe entin e Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore, si dhe janë intensifikuar bashkëpunimi me institucione të rëndësishme homologe, siç është institucioni i Norvegjisë, Mbretërisë së Bashkuar, Suedisë, Turqisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Kosovës, Maqedonisë Veriut dhe Gjykatën Europiane të Audituesve. Bashkëpunimi me Kuvendin e Shqipërisë ka vijuar të mbetet një nga dimensionet e rëndësishme, thelbësor, mund të them, lidhje me veprimtarinë dhe detyrimet që ka institucioni i kontrollit të lartë të shtetit, duke kontribuar në forcimin e llogaridhënies, transparencës dhe mbikëqyrjes parlamentare. Gjatë vitit 2025, krahas raportimeve në kuadër përmbushjes detyrimeve ligjore, është punuar intensivisht për thellimin e bashkëpunimit me nënkomisionin për auditimin në sektorin publik, mbështetur nga Instituti Kombëtar Demokratik për Çështje Ndërkombëtare, NDI dhe Sigma, ku janë zhvilluar një sër seancash dhe aktivitetesh të përbashkëta. Kuvendi i Shqipërisë ka miratur rezolutën për veprimtarinë e KLSH-s për vitin 2024, ku janë lënë rekomandimet përkatëse. Lidhur me rekomandimin për përfundimin e auditimeve të kontratave koncesionare, të nderuar, veçanërisht atyre me rëndësi të veçantë për interesin publik, kontrolli i lartë i shtetit është duke kryer 3 auditime në këtë fushë dhe konkretisht auditimi i kontratës së koncesionit për projektin e rrugës Thuman Fushkruj Vor Kashar, të kontratës së koncesionit për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë check-up dhe kontratës për ofrimin e shërbimeve të integruara në sallat kirurgjikale, të cilat janë në proces.